Mirëmëngjesi, ju përshëndes, mirë se erdhët në Rezediellin. Kjo është pamja e Tiranës, e cila tregon një mjergull jo natyrale, një tymnaj të vërtet, një përzierje ajri të ndotur, smog, karburanti makinave, karburanti fosileve dhe një ajër që na dëmton çdo ditë. Ne thithim të njëjtin ajër, por sëmundjet janë aty. Sot do të flasim pikërisht për nivelin e lartë të ndotjes së ajrit në Tiranë, cilat janë zonat më problematike, por jo vetëm në Tiranë, edhe në qytetet e tjera, por duke qenë se këtu është përqendruar më shumë edhe studimi, por edhe niveli i lartë i ndotjes. Çfarë ajri thithim çdo ditë dhe si ndikon ai në shëndetin tonë të përditshëm? Apo na shkurton jetën ajri që thithim çdo ditë në Tiranë? Me siguri që po. Mjekët dhe ekspertët në studio do të na tregojnë shifrat, statistikat më të fundit të nivelit të ndotjes së ajrit, që është diku mbi 4 herë më i lartë se mesatarja e ndotjes në vendet e tjera, dhe ne jemi në vend të parë për ndotjen e ajrit. Çfarë duhet bërë? Mungesa e gjelbërimit, parkimet, makinat numri i lartë i makinave, ndërtimet pafund, të cilat ja kanë marrë mushkërinë Tiranës. Do të flasim se si mund të mbrojmë dhe disa ide praktike që mbase mjekët dhe ekspertët do të na tregojnë, largimi nga Tirana apo maskat e me radhë. Nëse të gjitha këto nuk duam që të na ndikojnë rënd për shëndetin ton fizik edhe mendor, pse jo. Para se të diskutojmë gjitha këto, le të shkojmë në kuzhinë, të nisim menjëherë me ushqimet, me gatimet e sotme. Dhe mirë se të gjeta në kuzhinë, mirëmëngjesi për anësat tona që i kemi përpara ekranit, edhe duam që të flasim, të dëgjojmë edhe të gatuajmë bashkë. Çfarë gatuajmë sot? Çfarë kemi sot? Po ta nisim me një pogaçe. Na ka vajtë si mendja për gjëra të mira sot. Kur themi gjëra të mira, e themi pak brumë. Mirë se dhe ajo është gjë e mirë. Po, mjafton kur buka bëhet vetë dhe nuk ka fryrës dhe nuk ka ngjyrues. E mirat mirave është, do thoni ju për fryrës. Unë këtu e kam brumin pa fryrës. Por për anë visa që nuk kanë kohë normalisht që unë këtu kam ajan. Do thoni ju majaja, edhe e mirë nuk është, por që ju të keni të realizoni këtë gjë, bëjeni brumin më përpara dhe lërni tharmën që ta përdorni. Pra, i tharmi është mënyra më e mirë për të gatuar bukë vetë. Edhe aroma është... Po, e thartë. Kur e zënë? Kjo është zënë që një ditë më përpara? Jo, ka 4 ditë. 4 ditë? Akoma dhe më mirë. Ka 4 ditë. Kam miell dhe miellin kur themi kemi miellin ola për të gjitha përdorimet. Nga ajat e zhëja, patjetër, heqim krabat, se krabat nuk janë shkronja. Për çdo lloj përdorim, për supra, për byrek, për vazhdo, për bukë, për ëmbëlsira, për biskota, për pica, për keka ndej. Këti është i verdhi, është i kuqi, është portokallia, pispilia. Po në gjitha, me mielin e misrit ballokume. Mbaruan ballokume, ballokume doni më. Atëherë, ja, unë kam mielin. Mielin unë nuk kam situr fare. Po të doni ju siteni, por unë ju them nuk është nevojshme të asisni, janë vetëm disa gatime specifike që kërkojnë sitjen e miellit, pra për aerosin e miellit. Kam me radhë, do të shtoj maja për anvisat që nuk e kanë majan të ashti. Vendos sheqer, si kurse kripën jo, sepse ndalon aktivizimin e... Ku shkova moran dhe një luk vogël fare. Do të shtoj pak lëng, panxari. Kam një panxar të zier. Gjë që është ujë vakët, pra është e vakët e gjithë masa e panxarit. Se kështu aktivizon më mirë dhe majan, kur është e ngrohtë. Po të jetë e nxehtë, e djeg, kur themi ne. Që kur digjet një film që ke dritën, prandaj na duhet kontraluçe, kjo kështu është. Ajo do ta lek të punë, nuk do shih për fotografe. Nuk e di, më kanë vënë ndal. Bësh paralelisht apo si bën? Po s'kam as vite për të bërë paralelisht gjëra. Çuhet që ndroj gatimet.
Tani, do të shtoj vaj. Ngjyra, këtë lëngun e panxharit, ke shtuar për kam zjerë. Ngjyrën. Po, kam zjerë panxharin, lëngun dhe panxharin komplet është masa këtu. Me gjithë copëzat, do të thënë pulpën e. Do shtoj mas mielli. Pra kemi shtuar edhe një filxhan vaj dhe tani mielin. Pra gatuajmë një pogaçe me panxhar dhe djath. Kemi zënë fillimisht tharmin. Sërisht dhe tani po ndjekim hapat. Pakos vaj. E punoj prap. Derisa të aktivizohet si mas. Ja që panxhari nuk e përdori vetëm në për sallatat apo si lëngun e jetës, po e përdorim edhe në një pogaçe. Në krepa. Gjen vend gjithandej për ngjyrën shihen edhe vlerat. Do shë të gjithë masën që kam këtu. Aty sa sepse nuk dua ta lë një panxhar, po ka edhe lëngun e vet, po. Okej. Do ka gjatë lëng. Patjetër që unë do përdor dhe miell tjetër, sepse kur kemi për shembull 400 gram miell ose 500 gram miell, më duhet diku tek 200 mililitra ujë, 200, 210, 220. Tek mielli e themi që mielli fort apo i butë, kurse tek uji kemi një. Ujin kemi i ftohtë, i ngrohtë ose i mesëm që na prish punë pastaj. Do të shtoj këtë masë gjithë këtu. Një përzierje. Masën e miellit. Po të duam, shtojmë pak kos, shtojmë qumësh, shtojmë hirë, çfarë të doni ju nga bylmeti. Bulveti e ban të butë. Pa. Përsëri pjesën tjetër të miellit. Ndërsa për masat, që ju se masni do të me sy teksa ne i shtojmë në tas, do t'i bëjmë një përmbledhje recetës pogaçes me panxhar dhe me djath. Për djathin, pastaj djath të bardh apo djath mozzarella pas. Si të doni, djath i butë është i mirë shumë. Kemi djathin kaçkavall, mund të shtoni gjizë. Çfarë do lloj djathi që keni ju? Të djathit edhe të bulmeteve të tjera në kategoritë e tjera, ndërkohë përmbledhim përbërësit e pogaçes. Receta do të jetë në ekran, ju shënojni përbërësit dhe gatuani kur të keni mundësi nëse ju pëlqen kjo recetë. Ju duhet një panxhar të cilin e zieni dhe më pas e kaloni në grirëse. Bashkë me ujin e zjerjes, një gotë çaj qumësht, një gotë çaj vaj, 100 gram gjalp, një pako maja e thatë, ose një lugë çaj maja e butë, një lugë gjelle sheqer, një lugë çaj krip, 5 gota e gjysëm me miell dhe djath 150 apo 200 gram. Djath të bardh apo djath mozzarella apo djath kaçkavall. Do t'ja ulëm në dorën tuaj dhe sipas shijeve që ju keni. Mundoni ta përgatisni dhe tharmin, se është mënyra më e mirë në ditët e sotme për përgatitjen e bukës. Sa theti kishte 4 ditë kjo që qëndronte. Po. E mbuluar aty në frigorifer. Do të shtoj pakës gjalp. Dhe i bie tani që është momenti që të punohet sasia e brumit, të punohet jo me lugë, po me dorë, që të marri tani këtë pjesën tjetër, normalisht e kam për e kaloj tek unë kam mas më tepër. Unë kam mas më tepër, sepse e shtova komplet panxharin që unë kisha në frigorifer. E punoj masën e kripës. Nëse kjo ngjyra si në roz kalon, do të qëndroj edhe pas pjekjes.
Te shia do të ndotërojnë djathra, sigurisht. Për ato që nuk e duan dhe nuk e pranojnë dot aromën e panxharit, ajo kalon, ikën. Zbutet nga vaj, zbutet nga gjalpi, shiko. Patjetër që duhet të lihet paksa edhe pa e punuar mirë, derisa të keqë trajshmëri dhe më pas në mielin e shtojmë për të pasur vetëm elasticitetin. Ishte edhe pak tjetër miell dhe e lidhim për ta lënë të pushoj. Do ta lëm të vije apo jo? Patjetër se kam 2 masa mielli. Laj pak duart. Të dhëmë tani formën, kjo ishte pra përmbledhtas se si vepruam ne për pogaçen me panxhar dhe me djath. Ende se kemi shtuar djathin, kemi pak proces tjetër kohe për ta vendosur në mes, apo diku ta presim në copë, ta shohim si do të vijoj. Tani me dorën e lagur mbase të ngjit më shumë, po që... Jo, s'është mielli, bën balancimin. Pra lagështira që ka brumi, duke shtuar mielin sipër, bën që të punohet mirë, por unë kam pasur dhe pak më të nxehtë nga ç'duhet. E pra, kuptohet në dorë ajo, kur uji ose lëngu i panxharit që përdorëm ne është i ngrohtë apo i ftohtë, ndikon tek cilësia dhe tek forma e brumit. Pakët vaj, i ftohtë, për dhe ja shembull, ku është jemi i fortë. I fortë, të i ftohtë s'më duhet, po i vakët. Po, është temperatura më mirë, pra. Unë do ta lë paksa të tillë. Është i butë dhe do ta lë të tillë. Shife? E lë derisa të vi paksa. E kaloj këtu dhe filloj të merrem me brumin tjetër prapë. Do merrem me brumin tjetër, por ndërkohë ne bëjmë atë pauzën e shkurtër dhe na rikthem përsëri në vazhdimin e punës. Rikthehemi shpejt. Mirë, rikthyet, vazhdojmë punën në kuzhinë. Punojmë brumin e pogaçes me panxhar dhe me djath, për anvisat që, dhe ka plot anvisa që sa janë bashkuar ekranit tonë, po ju sqarojmë se si përgatitet një pogaçe, se ka një proces ndryshe pune nga kulaçi apo nga buka, që tek tharmi edhe që tek para përgatitja. Tani fura? Duhet punuar 20 minuta. Ja, po ndezim pak furën. Tu ke vënë 175, sa duhet? Qohet e 200 po njëherë. 200, okej. Vendos miell poshtë dhe e punoj. Derisa majaja të aktivizohet, normalisht nuk kemi një rehati të brumit. Si ke bërë si shqiponjën e kështë bërë. Është dhe kuqe. E punojmë, pa tjetër që janë gatime që duan durim. Një pa, e pogaçja kur del pase në fund e but, pa e mënd ato pogaçet me qiqra, që bëheshin në raste dasmash. Ajo ishte simitja që s'ka më, ajo recet nuk është më. Janë disa receta që kanë humbur. Kanë humbur sepse nuk është dhënë receta. Shumë kanë humbur, por ne nuk është dhënë receta. Nuk janë dhënë recetat, këtu është problemi. Nuk kanë mbetur dorë pas dore. Di që do ta kërkojmë këto, tek zonat ku gjyshet e mbajnë mend, e gatuanin për dasmat dhe në momentin që nusja dilte nga shtëpia, e mbante këtë pogaçen kështu poshtë në krau për ta çuar dhe për ta thyer. Kishin ca tradita, ca rituale që nuk kanë të gjitha zonat, po e mbajnë mend në fshat që kanë patur kështu. Pjelloria, begatia, qiqrat poshtë kishin këtë lloj simbolike. Mjalti, nusja ti ishte e ëmbël. Jo të kuqe, jo të se pa më pyesin, jo të kuqe me panxhar, pogaçe me qiqra, ishte ideja. Tjetër gjaja. Pastaj nëse na kanë dëgjuar anvisa dhe mbase nëse e dilet na kujtojnë, meqenëse se kjo recetë është kaq e vjetër dhe nuk është në përfurat e bukës ne e shohim bukë me qiqra, si bukë me qiqra, pa ajo receta është e di se çfarë bënin tjetër, ato që kishte atë aromën, jo kishte një aromë të mirë, të ngrohtë. Ja, unë kam një brum të duhur. Unë kam një brum të duhur. Ja, një brum elastik që vërtet të nderon.
duket shumë i mirë i zënë tani. Tani ka ardhur në formën më të mirë. Por sërish do ta lëm që të qëndroj, të pushoj. Ja. Kjo është e tillë dhe unë do ta lë. Kur punojmë brumin, më duket si antistres. Është si dikur me plastelin fëmijë, si dikur. Dhe tani është ngjyrë që ka marrë, është tamam si ato formën edhe plastelinës. Tani me tharmin, çfarë do? Unë tani do ta punoj. Pra ky është tharmi origjinal, që nuk ka maja, apo jo? Thjesht me ujë, me krip, me miell, që lihet pastaj të thartohet brumi, pastaj punohet përsëri, shtohet pak ujë, pak miell, përsëri punohet, lihet për gati 4-5 ditë, po njëra. Edhe unë them, për të gjitha anvisat që kanë dëshirë të vinë të gatuajnë, normalisht që kanë edhe dijen e plotë rreth gatimit dhe të produktit, patjetër pse jo mund të jenë në tryezën tonë. Ne jemi të hapur për të gjithë. Patjetër që po. I ftojmë anvisat edhe të na telefonojnë madje, kemi mundësi të komunikojmë, numri do të jetë në ekran. Dera është e hapur me energjinë, pozitivitetin tuaj dhe mirësi, po dashurinë për pasionin. Aman, jepni pak energji pozitive, sepse jemi edhe mbas një kresh me... Ju presim tek reporti, Rezedjelli, dera është e hapur, kushdo që dëshiron dhe ka pasion gatimin, e presim, e mirë presim madje, të ndaj këtë eksperiencë të bukur me ne, edhe me ju të gjithë. Atëre, vazhdojmë edhe njëherë e punua, me lam të pushoj pak, po duhet alini dhe më shumë nëse do keni kohë, se ne kemi të kufizuar. E punoj. Pra, japim një... Au, erdi telefonata e parë. Ja të mirë presim, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Zëri ytë është një zër shumë i dashur edhe shumë i njohur në Nanexhi. Mirë se erdhe. Si ke qenë? Rofsh, falemderit. Ato që bëm t'i atje, i bëjmë dhe ne këteja. Po, ja shife pak të mbështjellin se ishte një detaj që duhet ta tregonim. Kemi futur brumin me tharm dhe një copë me mozzarella brenda te pogaçja. Sërish do të punohet. Është një proces që kërkon. Ju çfarë keni gatuar sot për drek? Unë për drek sot do bëj spinaq. Spinaq, burani. Ju bëft mirë. Si kanë qenë këto ditë për ju? Atëherë të laj pak duart. Po, testuam atë Peter Barjamin. Gëzuar e mirë, me shëndet, e mbarësi, më shifni pak gishtin, këtë do jetë brum, ja? Sa mirë që ka dalë një brum fantastik. Me shëndet o zotë, gjithë të jemë me shëndet. Gjithashtu, ja urojmë edhe për ju, për familjen tuaj, faleminderit shumë që na ndjek dhe na telefonon vazhdimisht. Për qafime nga kuzhina jonë, e tregojmë edhe këtë momentin e fundit për pogaçen, e pas brumin sa i but ishte. Vendos. Do ta lëm që të qëndroj të vi pak, Temperatura e sobës, e furrës, duhet jetë në gatishmëri. Vendos. Copa akulli poshtë letrës. Është një proces i duhur të buka, prandaj dhe them, unë këtu jam për të sjellë receta dhe ekzekutim. Edhe këtë se mos na zbut pak brumin. Po, përshëndetje. Kam vritur një tjetër telefonuese. Përshëndetje, nga puna telefonon? Po marrë nga Tirana. I uroj gjithë njërat jeni të mrekullueshme. Faleminderit. Dija, edhe Albana, unë kam një simpati për juve, jeni një çik të mrekullueshëm. Edhe ju uroj gjithë të mira. Faleminderit. Shumë faleminderit e dashur për fjalët tuaja. Po, edhe gatuaj me ato që ka gatuar Albana. Shumë faleminderit. Gatuaj shumë.
Gjithë të mirat Te cilat receta je më shumë? Çfarë të pëlqen më shumë të gatuash? Te brumrat, tavat, suprat? Jo, te brumrat, tek tavat, te perimet, te këto gjanat janë. Te këto je më shumë. Sot çfarë ke gatuar për drek? Ose çfarë do gatuash? Sot kam gatuar fatullet zakonisht I bëj me pak mish, pilat, edhe kam pjekur kështu pras në furr. Pras me karrota, me limon. Sa mirë, kombinime shumë të mira. Ju bëft mirë. Ju bëft mirë dhe faleminderit shumë për telefonatën tuaj. Të përshëndesim. Gjithashtu edhe ne. Gjithashtu edhe ne. Atëherë, si që kemi, bëjmë vizime, nuk I bëjmë si të doni ju, fara po duan ishtojmë, po duan nuk ishtojmë. Këto I bëra vetë, kështu. Vendosim tavën, kapakun të tava, pra është I tavë e rëndë, por është përpjekjen e bukës, letrën poshtë, akullin poshtë letrës, gjë që nuk lejon të forcohet korja, është e butë si pa bukë, e butë si ma fishe, unë di të them që do jetë një mrekulli. E marë direkt në furrë. E vendosim ndërkohë pres telefonatën që kam bëritur. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Kë kemi në linjë nga po na telefononi? Mirëmëngjesi. Të dëgjojmë. Nga Elbasani. Nga Elbasani, mirëmëngjes Elbasani. Jam thuaj pak si ka qenë kjo. Ju pash që të bënit bugarqën, që bëjmë vetëm ne këti nga Elbasanit. Po vetëm ju e bëni? Kështu e bëni me panxar? Ja, me të ndryshme. Ja ta ngacmojmë një qik. Ato me qiqra e bëni ju Elbasani? Pogaçen me qiqra? Si jo? Jo, po fakt më shumë. Ashtu, ë? Më dëgjon? Po. Më duket sikur më largohet. Atëherë, zonjë. Po. Jam thuaj një recetë që ke gatuar sot. Më këto gratë tona e bëjnë që pikë të mëngjesit drekën. Sot për drek do bëjnë... Kështu e kemi në zakon. Me mish grim, me karrota. Oke, dje bëm neve një supë të tillë. Mund ta shohësh edhe në kanalin ton. Faleminderit shumë për... Po, gjithmonë hapë recetat e juaja dhe më kujtohet çfarë do bëj gatime. Ne, këtë mision kemi, t'ju kujtojmë se çfarë të gatuani. A ti përshëndes edhe unë Elbasan lijet e mia? Se kom gjithë fisin e çunat e tezës, gocat e tezës mamit. I përshëndes të gjitha zonjat që janë duararta, që ato tavat I qajnë, dhe Shqipëria mesme madh vetëm ka tavat e Elbasanit, me thënë drejtën të shti. Tavat e tyre po. Dhe një përqafim I madh, Ju përqafoj mos u largoni, ne çfarë do gatuajmë, se do kalojmë në publicitet. Po, derisa jemi pushim, unë do marr do kaurdis, do skuq më sakt patlıcanët, kërpudhat. Patjetër kemi miell mistri me gjalp dhe kërpudhat sipër, bëhet ajo masa kështu me mozzarella, e dini vetë. Rikthehemi pas publicitetit. Ne tani si punën tani. Mirë se erdhët, është momenti I gatimit të dytë. Ju kujtojmë për gjitha anvisat, kemi përgatitur një pogaçe me panxar me djath, është aty, në furrë duke u pjekur. Tani jemi tek receta e dytë, e shpjeguam pak para se të shkëputeshim për reklamat. Kemi një recetë me kërpudha, me miell mistri, me djath, e shohim pak të ndërtuar, të shkruar në recetat tonë dhe pastaj tregojmë që kërpudhat I kemi kaurdisur. Po, I kam kaurdisur në gjalp, vaj. Që të arrinim në fazën që ta ndiqni të plot. Miell mistri me mozzarella dhe kërpudha. Ju duhet miell mistri 200 gram, 700 ml ujë, një lugë e vogël kripe, 50 gram gjalp, 200 gram djath mozzarella. Te kërpudhat ju duhet 200 gram kërpudha, po ashtu dhe gjalp për t'i kaurdisur, një thelp I hudhër për aromë, pak kripë dhe piper, dhe në fund majdanos I freskët, për ta freskuar dhe për t'ja përmirësuar shijen. Shtoj një hudhër të grirë, të kaluar në rende. Kërpudha e dim që e do yndyrën. E kaluar Yndyrën dhe hudhrën, e ka të nevojshme në qik hudhrë. Normalisht kërkon hudhrën shumë, kërkon edhe tartufin që është kërpudh në kërpudh, që janë të makinat 4x4, kështu është edhe kërpudh në kërpudh, 2x2.
sikur se shkon edhe i vjen shumë pana. Zhvendos, transferoj të nxeret. Ose më sakt, pajisjet e gatimit. Lë ujin të nxehet. Kam mozzarellën, po të doni ju e grini, e prisni, si të dëshironi ju, në të kundër të marrim atë të verdhen, mjafton se the mozzarella sepse është djathë që shkrihet dhe krijon masën e kajmakut. Masën e kajmakut. Po të doni ju, shumë mirë, mund të shtoni edhe pjesë nga djathi kaçkavall. Marr një pjesë, sepse është dele edhe mi jep shijen akoma edhe më mirë. Do ta kaloj dhe këtë masë në rende, dhe pse? Dale, opa, kështu. Pra, për shije më të ndryshme. Djathi mozzarella është i butë, djathi deles është më i fortë, dhe për të pasur dhe për të ruajtjen e djathit, ne e dim shumë mirë që ruajmë kripën, e ruajmë me krip produktin. Që më dhe të fortë. Po, dhe po të duam ne, pastaj, në momentin e përdorimit, e vendosim në ujë për eliminimin e kripës. Pra, është i puna saj, a edhe ujë gomarit, të thot apo të ngrohtë, kështu është dhe puna e kripës. Është një ftohtë. Të ullin, kur janë shumë të kripur, i vendosim pak në ujë. Pra, të gjithë të masën këtu, unë e kalova në rende. E kalova në rende dhe besoj që është bërë edhe ujë. Ka miell misri, ju si të doni, po faktikisht lezetin e ka në miell misri të verdhë. Nëse ne nuk ja gjejmë dot, që të kemi atë ngjyrën e bukur, po të ja gjejmë edhe dermanin se i gjendet gjithë shkaja. Na ndihmon shtoj pak. Ola me miell të bardhë, misri të verdhë, që ka një aromë fantastike, që ka një ngjyrë të njëtrajtshme dhe që ndihet në gatim prezenca dhe kjo aromë që po flas. Pra, kam shtuar pak turmerik, unë kam shtuar keri më sakt, që t'i jap një shije më të veçantë, gjalp e dini shumë mirë, dhe marr telin rahës për ta tretur gjalpin, dhe më pëlqen shumë që gjalpin ta bashkoj me vajin e ullirit. I japim një super shije dhe filloj të shtoj miellin e misrit gradualisht. Desha të bëhet ajo masa do ullë nxehtësinë. Do ta punoj derisa të kem një masë të duhur, të kadifenjt, pa kokriza. E sigurisht ndihmon dhe me... Patjetër, do t'i shtoj ujë, po të doni ju mund t'i shtoni hirë, dhallë, çfarë të dëshironi. Unë nuk dua ta ngarkoj. Pra jo dhe trazohet. I shtoj ujë gradualisht derisa të piqet dhe era e miellit mos e jetë. Pra ta ketë atë aromën e miellit të pjekur pak, që është më e ngrohtë si aromë. Ndërkohë në tiganin tjetër kemi vendosur kërpudhat, do të shtoj të gjithë masën dhe op e largova. Nuk po duhet asgjë nga këto Niki, op të shtymet në këtej neve dhe ja. E punoj. Fik nxehtësinë dhe punoj
masën. Pra, ajo desha të bëhet duhet razuar. Shtoj pak fare, 5 djegës. Pra, ende nuk I kemi shtuar djathrat. Tani është momenti që edhe ato të shkrinj, edhe të përhapen të brumi, që tjetë një mas brum djath, një misri djath. Sërisht e punoj. Kemi dy alternativa, po të duam këto I bashkoj me masën, po të duam I lëm sipër. Pra si të dëshironi ju. Unë I largoj sepse nuk dua që të bëhen më tepër dhe të thahen. E lë derisa të tretet. Pra, procedura është e tillë. Merremi me kërpudhat me pak hudhër gjalp I ka urdisimin e mirë dhe procedura e dytë është gjalp, ujë, e fik tërësisht vatrën. E lë derisa ne kemi merr një pjatë të një të madhe që t'ja vendosim kërpudhat sipër. Të bardhë që të kemi mundësinë që të duket. Servirim tani jemi në momentin që... Shumë mirë. Dhe si shtem ne që edhe kjo është një nga ato receta që konsumohet në ngrohtë, në çast, që ta ndjeni tamam shihen. Derisa unë të kem këtë masë. Tjetë një masë e një trajtshme, e ka difejnd, pa kokriza, dhe me atë djathin që jep atë formën elastike. Që jep formën e kajmakut dhe në këtë kohë për shembull ne mund të bëjmë shumë mirë, mund ta improvizojmë vetë bogaçen e Elbasanit që është bukë me pjesën e yndyrshme. Pra unë po t'i shtoj më tepër yndyr, ja arri qëllimit. Do ta hedh të gjithë masën këtu. Pra njësohet, si të thuash, gjalpi, mielli dhe djathrat. Ose djathi butë që shkrim. Japim, thash, shijen e djathit. Tani faktikisht ka ngelur pak, po në fund fare, nuk e di, më është bërë... Ajo, aty është më e shishme ato që ngelen të ansoret. Është më e mira. I vendosim edhe kërpudhat. Ndërkohë, se di po gaqë dhe rituash, po në rrjetet tona sociale, në fotot për kacë dhe në YouTube, do t'jetë ashtu e pjekur, në atë ngjyrën e bukur, dhe që ka qëndruar pak. Kjo ishte pra receta e miellit të misrit me kërpudha dhe me djath. Po deshët I trazoni, po deshët I lini kështu në sipërfaqe, shijoni më vete njërën pak tjetrën. Edhe, ja. Kada të shijen, du ta ketë marë pak nga specat. Ama se nuk rrit do të qatë bëj, s'kam qatë bëj, dale? Me zi po presa të pjesën ansore të tenxheres. I ka të gjitha në rregull? Ekuilibrin, kripën, Ola ku të ka vajtur mendja dhe Albana ku të ka vajtur shija, s'kam çfarë bëj. Të lumt Ola dhe më lumt mua dhe të lumt Niki, na lumt. Shkurt na lumt. Ta gatuani sot, konsumojeni kështu të ngrohtë se kështu e ka lezetin, se pastaj ajo forcohet, po të për më vonë ose për të nesër. Është recetë që konsumohet direkt sa del nga ashtu e ngrohtë. Edhe njëre përsërisim për të fundit, ndërkohë pogaçin e kemi në furr. Pengojmë apo jo pjekjen. Receta e miellit të misrit me kërpudha dhe djath është në ekran. Ju duhet miell misri një gotë, pra 200 gram, ju duhet 700 ml ujë të cilin e lini të valoj, aty do të shtoni më pas kripën, gjalpin dhe gradualisht miellin dhe 50 gram gjalp edhe 200 gram djath mozzarella kombinuar me djath kaçkavall. Ne kishim kaçkavall dele nga lufra. Për kërpudhat ju duhet 200 gram kërpudha, 30 gram gjalp, një thelp I hudhur, pra I keni ka urdisur me këto, po doni në fund fare majdanos të freskët, krip, piper, si doni ju. Ka filluar të marrë... Pra ka filluar të marrë volum. Në pjekje e sipër. Ja,
deri këtu e kemi, do ta vendosim përsëri, nuk do t'i marrim kohë. Do dyfishohet masa, dyfishohet fare. Dhe pastaj do ta fyë. Dhe në 10 minutin e fundit ngjojmë me atë kërpudhat dhe me mielin e misit dhe ç'të the. Mirë, të lumshin duar. Faleminderit. Pas pak do të shihemi së bashku pas fleshit informativ, ju presim. Pas pak, edhe unë më një herë. Vendose direkt për pjekje. Ajri që thitim çdo ditë në Tiranë mund të jetë më i ndotur se sa ne mendojmë. Raportet më të fundit tregojnë se niveli ndotjes së ajrit në Tiranë dhe në qytete të tjera të vendit tonë është 3-4 herë më i lartë se normat e lejuara. Kjo sigurisht ndikon drejt për së drejti në mushkëritë tona në shëndetit tonë. Ku po shkojmë? Çfarë duhet bërë? Si mund ta përmirësojmë situatën? Le të prezantoj fillimisht të ftuarit. Jam me Besmira Galliu, që është ambientalist, për të na treguar dhe statistikat më të fundit të 2025-s për nivelin e ndotjes në zona të ndryshme të Tiranës, por edhe qytetet të Shqipërisë. Mirë se erdhe. Besmir, kënaqësi që je në studion ton. Klodieta Grosha, mjek e pneumologe, për të kuptuar më mirë se si ndikon ajri ndotur në shëndetin ton çdo ditë më tepër, duke na sjellë sëmundje të rënda, pse jo? Është alarmuese situata. Ndaj duhet t'i japim pikat e duhura, vëmendjen e dur. Ne kemi përgatitur një material, një insert përmbledhës mbi të dhënat e fundit të mbledhura për Tiranën, zonat më të ndotura të saj dhe cilat janë qytetet më të ndotura. Ndiqeni dhe rikthehemi në studio. Ndotja e ajrit në Tiranë, por edhe në qytete të tjera të vendit vijon të jetë mbi normat e lejuara. Në një raport monitorimi alternativ për 2025-ën, i prezantuar nga Koplan, i zhvilluar në 800 pika të lëvizshme të monitorimit në 6 qytete dhe 15 stacione fikse, ka sjellë një pasqyrë të plotë të shëndetit të qyteteve tona. Monitorimi është kryer në Tiranë, në Durrës, në Korçë, në Shkodër, Elbasan dhe Fier. Në Tiranë, sipas raportit, 66.7% e pikave të monitorimit kanë tejkaluar vlerën e referencës së dioksidit të azotit. Ndikimi kryesor lidhet me trafikun rrugor dhe burimet e djegjes në zona të caktuara urbane. Edhe sasia e dioksidit të azotit e tejkalon 3 deri në 4 herë normën e lejuar. Pikat më problematike janë kryqëzimi i zgjatimit të bulevardit me Unazën, materniteti i ri Ali Demi, rruga Elbasanit dhe zona e komunës së Parisit. Po ashtu, në 98.3% të pikave të monitorimit, nivelet e dioksidit të karbonit rezultojnë mbi nivelin e referencës, rreth 95% më lartë se standardi. Kjo lidhet edhe me sistemet urbane shumë të ngarkuara, shkëmbimin e ajrit të ndotur të brendshëm, me atë të jashtëm dhe mungesën e vegjetacionit. Sa i përket grimcave të imta të pluhurit nga emetimet e automjeteve dhe grimcave më të mëdha, raporti tregon se ato rrallë tejkaluan standardet në Tiranë për periudhën kur është kryer monitorimi. Pra në korrik dhe gusht të 2025-s, ka zona ku vlerat i afrohen ose i tejkalojnë kufit maksimal, si në rrugën e Dibrit, në qytetin e Studentit apo edhe në zonën e Medreses. Në Durrës, pluhurat rezultojnë mbi standardet. Zonat më të ndotura janë Volga, rruga e Spitalit, stadiumi dhe bulevardi. Kjo lidhet me intensitetin urban dhe aktivitetin pranë zonës portuale. Ndërsa në Elbasan, rreth 91% e pikave kanë tejkaluar standardin e dioksidit të azotit, ndërsa 95% janë mbi pragun e referencës së dioksidit të karbonit. Edhe në Fier situata është e rënduar, 73% e pikave të monitoruara kanë tejkaluar standardin e grimcave të pluhurit, ndërsa 67% e pikave të monitorimit për dioksidin e azotit janë mbi standard. Në më shumë se gjysmën e pikave të monitoruara, si në Korçë ashtu edhe në Shkodër, rezulton se grimcat e imta në ajër kanë tejkaluar standardet europiane. Çfarë tregojnë këto shifra, këto matje, Besmira? Është një situatë alarmante, çdo vite më shumë ndotet ajri në Tiranë. Duhet të themi se Tirana është një ndër qytetet më të ndotura në Shqipëri, gati alarmante, gati 4 herë mbi normat e Bashkimit Evropian dhe shumë herë mbi normat e OBSH-s. Këto matje janë vënë disa qytete dhe në disa pika që është menduar se Agjencia Kombëtare e Mjedisit janë më të ndotura. Dhe fatkeqësisht janë më të ndotura, sidomos dioksidi i karbonit, NO2, CO3 apo CO2 që janë gati alarmante dhe shumë të rrezikshme për shëndetin e njeriut. Ne do të themi që në disa muaj këto kalojnë mbi 4 herë dhe në disa muaj janë deri në 2 deri në 3 herë. Por prapë është alarmuese sepse ne nuk po shikojmë në Tiranë që të merrem masa për t'i zbutur këto apo të reduktuar, po shikojmë që nga viti në vit këto po rriten frikshëm dhe po shikojmë shumë sëmundje që po marrin njerëz edhe po vdesin si nga mushkrit edhe nga sëmundjet e tjera që këto shkaktojnë.
Planet janë që do të bëhet një analizë e mirëfillt në Tiranë dhe nga analizat që janë bërë, që kemi bërë dhe ne si specialista, kemi vënë re se pikat më kryesore më të nxehta në Tiranë janë pikat që qarkullimi, është më i rrezikshëm, kur kemi bërë me dioksidin e karbonit, edhe makinat që akoma nuk është futur Europesa, që të eliminojnë gjithë makinat para 2005-s. Ne në Shqipëri kemi akoma makina shumë të vjetra, të cilat themi janë abuzive për mjedisin tonë. Pse janë abuzive? Krahasuar me makinat që qarkullojnë pas këtij viti. Janë abuzive në aspektin sepse këto akoma shirojnë shumë dioksid karboni. Makinat e reja e kanë ulur deri në mas, gati janë nga 2010 janë afërshuar me OBSH-n dhe Bashkimin Evropian me normat që janë akoma më të ulta se normat që kemi ne në Shqipëri, dhe kjo ndikon në atë që ne duhet të ruajmë një mjedis të pastër. E dyta është ndërtimet pa leje, pa kriter, pa një plan strategjik që ne normalisht do të bëjmë edhe korridore që i themi na ambientalistët që të bëhet ajrosja e qytetit. Kemi një çarkodim komplet për këtë, nuk kemi një plan strategjik ku do bëhen ndërtimet, pse do bëhen, ku do jenë korridoret që do bëhet, dhe më e rëndësishme tjetër është që ne po vëmë drejt betonizim të çdo gjë, jo drejt gjelbërimit. Dhe kjo është ajo që ne ambientalistat e kemi problem sepse shkatrimi i gjelbërimit do shumë kohë të rikuperohet. Do vite, sepse një pemë nuk mund të bëhet për 1-2 vite, do vite. Në rest se ne shkatrojmë sot, ta vuajmë për kohë të gjatë, për vite, jo për muaj. Dhe ajo që është më thelbësore është që nuk po merren masat e duhura dhe akoma jemi në standardet shumë të larta të Bashkimit Evropian. Në disa jemi 2-3 fish, në disa jemi 4 deri në 5 fish. Kjo është ajo që mua më shqetëson më shumë. Sepse në vërtet ne do shkojmë në Bashkimin Evropian, por duhet të paktën ti parafrohemi këtyre. Ne jo vetëm në legjislacion nuk po e parafrohemi, por nuk po i parafrohemi edhe në marrjen të themi të parandalimit të këtyre gjërave. Pas nesh, cilat shtete janë me këtë nivel ndotje, ose cilat shtete kanë nivelin më të ullët të ndotje dhe për t'i marrë si shembull çfarë bëjnë ata, çfarë politikash? Shko, politikat nuk janë të qarta, sepse Bashkimi Evropian i ka politikat e qarta, i ka monitoruar më para nesh, i kanë marrë masat më para, dhe ata thjesht ne na thonë urdhro përktheni dhe vini zbatim, të themi. Sepse janë disa politika që Bashkimi Evropian i ka studiuar me kohë. Dhe do në ato politika do të shkosh, sepse mjedisi nuk ka ndonjë politikë që po shpiket. Ata janë shumë përpara nesh, ata kanë mjete që ne nuk i kemi. Ata i bëjnë statistikat më të moderuara, thjesht ne do t'i zbatojmë. Problemi është që ne nuk zbatojmë asgjë. Pra ne i matim, sa i kemi nivelin e ndotjes, po thjesht nuk marrim masa si ta zbusim të situatë. Na sjell disa pika që ata i masin, në ato pika që ne kemi, ne shikojmë që është alarmante. Por që Ministria e Mjedisit të marrë masa, sepse është një gjë drastike, ne nuk po shikojmë masa drastike. Mjedisi duhet marrë masa deri drastike, do themu. Kur i thonë në mënyrë drastike, do thotë që gjë e parë në një moment që Tirana ka këto shifra të çmendura, të frikshme, automatikisht ju të kishte ndaluar ndërtimet. Të kishte bërë një plan për ajrosjen e qytetit, do të kishte bërë një plan për gjelbërimin dhe mundësisht të kishte një plan të studiuar për një qytet më të ri. Ne ishte një pallat 2 kaç, një 20 kaç. Çfarë bëra asgjë? Jashtë ajri ndotur shkon në shtëpi përsi ajri ndotur. Por edhe këtë që është diskutuar për makinat, që u diskutua që do hiqeshin makinat me Europesën, prap nuk u zbatua. U tërhoqën. Përse u tërhoqën nuk e di. Ti të dish vetëm diçka që urbanët sot që janë në Tiranë, po ishte ata që janë me të shumë të vjetër, janë të vjetër, është skandal. Janë akoma të vitit 70-80. Trafiku po ashtu, duke qëndruar makinat në trafik emitojnë shumë. Trafiku është një problem kryesor që ka gati 5 vitet e fundit, sepse po bëhen shumë punime në Tiranë dhe këto punime nuk janë në një plan strategjik se do ta hapim këtë, le të themi, rrugë, por vërtet do ta çojmë këtë trafik që po vjen. Edhe çfarë bëjmë, e mobilizojmë vetëm në një vend. Në vend që të hapim 2-3 vende të ndryshme, në mënyrë që edhe ajri të jetë më të ulen ato, të themi, por ne akoma vazhdojmë të përdorim makinën për çdo punë. Për çdo punë, jo vetëm, por edhe nuk ka një plan strategjik të mirëfillt në këtë rast. Të kalojmë te doktor Resha, kur dëgjoni këto shifra, realisht ajri ndotur si ndikon në shëndetin tonë, në mushkëritë tona? Çfarë ndodh dhe si e kuptojmë çfarë sëmundjesh na sjell?
për fat të keq, ndotja e ambientit ndikon në mënyrë të drejtë për drejtë tek rrugët respiratore dhe tek sëmundjet e mushkërisë. Është një faktor shumë i rëndësishëm dhe mbi të gjitha sa më i ndotur të jetë ajri dhe sidomos me parametrat që tha dhe zotria që PM-i që bie 90, grimsat janë shumë më të vogla dhe grimsat më të mëdha mund të ndalohet në traktin e rrugëve respiratore të sipërm, kurse grimsat me densitet më të ulët dhe me përmasa më të vogla arrin deri në rrugët respiratore në periferi deri në alveola. Kjo gjë, duke u ekspozuar vazhdimisht ndaj ndotjes së ajrit, bën një inflamacion kronik të përsëritur her pas here tek rrugët respiratore në mushkëri, të cilat me kalimin e kohës shkaktojnë një dëmtim të epitelit, të mukozës së veshjes së brendshme të traktit respirator, duke shkaktuar një inflamacion kronik, duke shkaktuar me kalimin e viteve edhe SPOK, siç quhet ndryshe një sëmundje shkaktuar sëmundje pulmonare obstruktive kronike, pra duke i bërë bronket më të ndjeshme, më të modifikuara dhe më të ngushta. Në këtë lloj mënyre ne mund të shkaktojmë sëmundjet e para kronike të mushkërive, qoftë SPOK-u siç ju thash, qoftë edhe astma alergjike bronkiale, të cilat pacientët pastaj duhet të trajtohen rregullisht. Nga eksperienca juaj ka një rritje të këtyre pacientëve të cilët janë prekur nga këto sëmundje pikërisht dhe ju e keni vendosur ajrin e ndotur faktorin kryesor të shkaktimit të këtyre problemeve shëndetësore? Shfaqja e sëmundjeve të mushkërive ka shumë arsye, por ndër to është edhe ndotja e ajrit. Kam shumë pacientë ditët e muajt e fundit, por edhe vitin e fundit, që vinë me një koll kronike të vazhdueshme në verë, në vjesht, në dimër, që nuk janë azmatik, pacientë azmatik, që nuk kanë një sëmundje kronike pulmonare, por që persiston simptomat të shpeshta me vështirësi në frymëmarrje, me koll kronike që kalon mbi gjysmën e vitit persistente, e cila edhe me trajtime të ndryshme nuk është stabilizuar, ose qetësohet për momentin dhe rikthehet përsëri. Sepse është i njëjti ajër dhe ajo do të vazhdojë të dhe kjo do të thotë që ajri është një faktor shumë i rëndësishëm në vitet e fundit në vendin tonë. Në cilat zona, ti prekim pak zona dhe pse janë këto zona më problematike në Tiranë? Duke i analizuar, duke i marrë, ju keni dhe shifrat e 2025-ës aty, apo jo? Nëse vërim në Tiranë... I kemi dhe tabelat, Regjia na ndihmon me tabelat e statistikave për ndotjen e ajrit për 2025-ën dhe Besmiri na i komenton në studio. Po, nëse vërim rreth standardet e Bashkimit Evropian me të tonë, PM2 në Shqipëri është 20, në Bashkimin Evropian 10 dhe në OBSH 5. Apo PM1-shit. Tani të kalojmë një sekundë, lutem, te PM1-shi. PM1-shi në Shqipëri, në muajt qershor dhe dhjetor, është mbi standardet. Në qershor është mbi 10, kurse në dhjetor mbi 20. Po pa hyrë... Në dhjetor? Në dhjetor është mbi 20. Sipas Agjencisë Kombëtare të Mjedisit. Madje që kanë bërë në disa pika. Pika më nxehta janë, siç e thanë... Pse pikërisht në dhjetor? Se zakonisht në muajt e nxehtë... Sepse shtohen nga vizitat, nga ardhjet, hyrjet, daljet. Këto vjen vetëm nga makinat, po të themi. Apo PM1-shi që është akoma dhe më toksik, që hyn deri shumë brenda në mushkëri, ajo është akoma dhe më lart në vendin tonë. Do të thosha vetëm një tabel. Okej, PM1-shi është statosfik gati gjithë vitin është mbi 5. Po. Atëherë, kjo mbi 5 është gati shkatruese. Do të jetë 9-5 gjithmonë. Atëherë, qershor, gusht, 7-8 orë, 9 orë, 10 orë mbi 5, në 10 orë vete gati 20, akoma më alarmante. Po. Duke referuar që nga 12 muaj, sepse matjet janë bërë maj, 10 orë. Maj, 10 orë, ke 4-5 muaj që është shumë herë, deri 4 deri në 5 herë mbi OBSH. Kjo është shumë alarmante. Nëse marrë të OBSH është shumë alarmante, se sa ajo që kemi në Shqipëri. Dhe matjet të ndotjes sa e bëjmë çdo vit, do të thënë apo çdo Agjencia Kombëtare e Mjedisit i bën çdo vit. Gjatë gjithë kohës matjet në Po, Agjencia Kombëtare e Mjedisit i bën çdo vit, por po marrim të fundit, që është më alarmante, po ti marrim nga 2020 edhe këtej, apo nga 2021 edhe këtej, do të shkojmë që rritja është shumë e frikshme. Ky është problemi im, sepse në momentin që rritja e frikshme, do thotë se ti s'po merr masa për parandalim. Të parandalojmë mirë, pastaj të rregullojmë. Ne s'po parandalojmë dot. Makinat shtohen, trafiku po, ndërtimet po. Mjafton të shohësh se kjo ndoshta tha Besmiri nuk është pamja më përfaqësuese për temën. Është akoma më rënd kjo pamje? Nuk është një mjegull natyrale. Kjo është një mjegull natyrale, po po të marrësh një pikë nga dajti, po të marrësh një pikë nga dajti, sepse këtu nuk është marrë nga dajti, po të marrësh një pikë nga dajti, do ta shkoni
që Tiranën 70% e mbulon një rezes, më besoni. Ikni në dajt një ditë normale, me diell, edhe do të shikoni që në mëngjes deri në drek, po thoj se është mbuluar nga një rezes. Ajo tregon gjithçka. Ajo është gjithçka që tregon më shumë se sa fjalët e mia dhe s'është statistik. Po unë atë që kam më të frikshme është sepse çdo vit këtu te ne kemi një rritje. Sa do e vogël tjetë arritja, për mua është e frikshëm sepse nuk po parandalojmë dot. Nuk po marrim dot një masë drastike që ne të parandalojmë këtë Shifrat pakte më të në frikshme Tiranë. janë të këtij viti, Besmir? Po tani Tirana është gati 1/3 e popullatës më shumë. Janë në rritje në çdo vit e sipër. Po, unë po them, sa do e vogël tjetë rritja, për mua është e keqe, sepse nuk po parandalon. Po. Në momentin që ti nuk po parandalon diçka, do thotë që ti s'po punon. Tu jemi akoma në fazat që do të parandalojmë, jo të përmisojmë. Sot do të ishim për përmisim, kishim marrë masa për përmisim. Këto në parandalim në vjen, sepse gjëja e parë që duhet bëhet në Tiranë është të parandalohen ndërtimet. E dyta, të vihet rregulli i Europesës që makina në 2010 të kenë taksën shumë më të larta që të ikin. Transporti publik gjithashtu përmirësohet. Nuk ka nevojë të flasim se vetëm nga hyrja Kaza Italias, po këtu më dëshën gjysmore. Po. Kaq. Për të folur pasaj për masa parandaluese që do të kishim marrë, nuk jam marrë. Për zbatimin e këtyre dy pikave që janë më të nxehta për ne, pa hyrë te pikat e tjera. S'po hyrë te pikat e tjera sepse dy pika më të rëndësishme janë këto. Në momentin që ti nuk bën këto dhe nuk shtron gjelbërimin në një qytet që po shkatron gjelbërimin, ti nuk do kesh asnjëherë përparësi. Që të parandalosh, parandalosh ndërtimet, ato mjetet e vjetra dhe të fillosh të bësh një plan strategjik për këtë qytet, ky është gati kombëtar, sepse më shumë se 1/3 e popullsisë është këtu. Në moment që ti ke më shumë se 1/3 e popullsisë në një vend, mos e më është 2/3, automatikisht ti po vret Shqipërinë. Kur themi që sëmundjet që po shkaktohen, sa vinë dhe shtohen, ajri ndotur, por na merr jetë, por na shkurton jetën. Përveç mushkërive, sigurisht që ka dhe pasojat të tjera në shëndet. Po, patjetër. Siç tham edhe më përpara, e rëndësishme është të bëjmë parandalimin. Edhe studimet botërore, edhe ecurit në të gjithë botën, në spitalet të ndryshme të botës, është e rëndësishme që të bëjmë depistime dhe të bëjmë parandalime të sëmundjeve. Dhe një ndër faktorët më të rëndësishëm është kjo që përmendë, që duhet të bëjmë parandalime dhe mos të arrijmë në kulmin që ne diagnostikohemi me sëmundje kronike të mushkërive, qofshin të lehta, qofshin kronike persistente, por edhe ato kanceri mushkërive, fibroz pulmonare, emfizem pulmonare, që janë sëmundje pastaj të tjera të mushkërive. Dhe ky është ushqime, si mund të thoni mikroplastika, ujë i pishëm, edhe ajri, dhe imagjino dhe pse ta pyesin vetëm kur gjithë këto element janë në dëm të shëndetit tonë, kur sëmundjet janë shtuar, inflamacionet, njerëzit me probleme të shëndetit mendor gjithashtu, sepse dhe ajri ndikon në të gjitha format e mundshme, sepse ajri është jetë. Kur ti e bllokon, ti nuk e jetë. Po ti marrim të gjithë parametrat që u përmendën më lart, tek PM nga 1 2.5, 5, 10 dhe grimsat më të vogla janë ato që futen në rrugët respiratore dhe arrin deri në alveola, dhe këto janë më riskantet për sëmundjet kronike dhe për kancerin e mushkërive. Nuk po them që është faktor i vetmi faktor për sëmundjet kronike të mushkërive, por është një faktor shumë i rëndësishëm, të cilat duke shkaktuar këtë inflamacion, këtë dëmtim të epitelit të rrugëve respiratore gjatë gjithë kohës, ai me kalimin e kohës do të ketë modifikime, do të ketë cikatrise, do të ketë aktivizim të sistemit imunitar, duke shkaktuar edhe gjatë gjithë vitit simptoma të njëjta me alergjit, të njëjta me azmën bronkiale, qofshin këto një azmë bronkiale reale me kalimin e viteve, por edhe shenja klinike që nuk është një azmë bronkiale. Pasi shumë pacient vinë që doktoresha mendoj se unë jam bërë alergjike, por jo të gjithë njerëzit janë alergjik, janë një stres i sistemit respirator dhe një stres i vazhdueshëm i sistemit imunitar që vjen edhe për shkak të këtyre faktorëve. Këto grimcat e vogla që përmendëm nuk futen vetëm në traktin respirator, futen edhe në sistemin e qarkullimit të gjakut, që më pas kalon në të gjithë sistemin, në të gjitha organet, kryesisht edhe në zemër që mund të shkaktojë edhe dëmtime të endëve të gjakut dhe të zemrës, por edhe të sistemit nervor, domethënë. Se na thonë bëni ushtrime të thella frymëmarrje, sepse ushtrimet e frymëmarrjes ndikojnë shumë mirë në shëndet për të gjitha organet,
Po ku ta bësh këtë frymarrjen e thellë, në cilën pjesë, në cilën zonë të Tiranës, mund të dalësh dhe mund të marrësh frym aq thellë sa ti të oksigjenosh pra të gjitha organet. A ka mënyra që ne si individ mund të marrim masa, mënyra praktike se si të mbrojmë, për shembull, mund të tregojmë disa raste, ndoshta pas publicitetit, se po më thonë që duhet të kalojmë publicitet, se si mund ta mbrojmë veten, se si sadopak ti shmangemi këtij ajri të ndodhur, përveç daljes nga Tirana, po jo të gjithë kanë mundësinë të dalin në mënyrë të shpeshtë edhe të marrin një ajër tjetër. Se e tham dhe para pak minutash, e ndjen këtë rëndesën e ajrit, sa po hyn në Tiranë, kur vjen nga jugu apo kur vjen nga veriu, dhe kundërta kur del prej tyre, sikur çlirohesh kur del nga Tirana, sikur çlirohesh dhe frymarrja është më e thjeshtë dhe më e thellë. Ky është ajri që marrim çdo ditë dhe patjetër që ne duhet të investojmë për veten tonë. Shumica kanë zgjedhur të ikin jashtë Tiranës të jetojnë, në paktën në periferi, duke menduar që janë zona më pak të ndotura sipas të dhënave që kishin statistikat. Do të thënim që është i pastër, që mund të bësh zona e liçenit. Një ecje të thjeshtë, nuk e nevojë të stresosh trupin, një ecje thjesht ditë për ditë, edhe trupin e lëviz edhe kombëdoj, por prapë me këto shifra alarmante, besoj se vetë ne si njerëz duhet të marrim masa drastike, duke kundërshtuar çdo sistem politik këtu, pa hyrë fare politikës. Një ndër ato që në studimet që kemi bërë ne si specialista, kemi vënë re sepse edhe nafta, edhe benzina janë shumë të keqe. Pra, jo vetëm makinat që mund të jenë të vjetra, që e shkaktojnë një djegje jo të plot, por edhe nafta, edhe benzina nuk i arrin dot standardet që kërkohet. Dhe këto normalisht bëjnë një shlirim më të ndotur nga makinat. Makinat e vjetra automatikisht kanë këtë që nuk e djegin të plot dhe shlirojnë akoma më shumë dhe normalisht këto veten në mushkit të qytetarëve. Ajo që do të them unë është të parandalojmë. Ne akoma nuk kemi marrë masat e parandalimit dhe kjo është gjë më e frikshme në Tiranë dhe në qytetet e tjera. Por po të them, pastaj po të hyjmë në Elbasan që akoma në skandalet që dolën tani me atë të metaleve ishin që digjeshin lloj-lloj nuk ishin marrë masa. Ajo që di unë automatikisht këto nuk bëjmë matjet zyrtare nga shteti, por ka një matje tjetër që ja lën privati t'i bëj dhe i deklaron, siç i deklaron privati, Ministria e Mjedisit e merr. Imagjino ku jemi. Kur do të ndodhë kundërta, ne do të marrim të pavarur, në rast se nuk i kemi ne këto kushte, do t'ja vëmë obligim privatit që t'i paguaj, kështu që edhe Ministria mund të marrë edhe specialistat i fusin punë, e dyta mund të marrë mjete të reja dhe të bëjmë matjet më profesionale dhe automatikisht të bëjmë dënimin e këtyre që po na urasin. Vetëm me 2-3 lëvizje, para një, kemi matje më të mira, 2, kemi specialista që mos i lëmë të ikin jashtë shtetit, por t'i mbajmë këtu, 3, apim vend e punë. Vetëm një lëvizje. Por ne kemi rënë shkurt. Ja japim privatit, privati i bën vet, ne i marrim të miqen çdo gjë. S'ke nevojë të bësh matje brenda fabrikës, thjesht bëhe jashtë fabrikës, merri matjet dhe denoncoje kush bën. Në Tiranë janë shumë fabrika. Dhe ajo që unë kam frikë, fasoneri, fabrika, ato unë që kam frikë janë fabrikat e plastikës, janë fabrikat e ndërtimit, janë fabrikat të tjera, të cilat përdorin të njëjtën gjë me ministrinë. Ja marrin ministrisë, i bëjnë vetë matjet, i bëjnë gjitha, vetë ja japin, dhe Ministria me të mirëqen. Po pse do ta marrim të mirëqen diçka që një agjenci të vetëm për ta. Ku ne mundet të punësojmë njerëz, mund të marrim mjete profesionale që ti kemi edhe për më vonë, dhe atë taksë që i paguam mund t'ja paguaj shtetit vetë. Pse ti do ta bëj vetë pagimin e taksës? Kjo është vënë re në shumë gjëra që vetëm me eliminimin e disa gjërave, ne e para kemi statistika më të sakta, dyta e parandalojmë dhe treta punësojmë edhe njerëz, mos na lënë të ikin shqiptar, po ikin gjithë shqiptarët. Përse? Sepse s'kam ku të punojnë specialistë si mua. Ju vetë ku punoni? Nuk punojnë në profil. Mirë, kalojmë publicitet dhe mbase tregojmë disa mënyra, qoftë për të shmangur orët e daljes në trafik për personat që ecin dhe mbarojnë punën në këmbë, qoftë për masa që mund të marrim në shtëpi, a funksionon maska, na mbron maska nga ndosit e tjerë, i tregojmë pak më vonë. Për shkak të ajrit të ndotur, trupi ynë është në gjendje inflamatore të vazhdueshme dhe çdo ajër që thithim është i mbushur me grimca të dëmshme. Ato formulat që treguam CO2, NO2, PM1, PM2, PM10, PM5 janë në nivele të jashtëzakonisht të larta, çka po na dëmton çdo ditë shëndetin ton. A ka mënyra, doktoresha,
për të mbrojtur sa do pak? Për marrë masa praktike të duhura. Mund të themi çfarë mund të bëjnë vetë pacientët për të mbrojtur pak ajrin dhe atë që thithin çdo ditë, sepse pjesa tjetër nuk na takon ne dhe nuk e kemi ne në dorë. E para që mund të them dhe është më lehtë është të mbaj maskat. Por jetesa çdo ditë me maskë sa herë dalim jashtë është e vështirë. Të bëjmë aktivitetet është e vështirë, të shkojmë në punë me maskë është e vështirë. Ne kemi provuar që në kohën e Covidit ishim të detyruar të mbanim maskë gjatë gjithë kohës dhe pam sa e vështirë ishte jeta me një maskë gjithë kohën. Plus që nuk është dhe e shëndetshme me mbajtur gjithkohon vën apo jo, sepse ajo krijon një lloj. Edhe kjo krijon një varësi, një bllokim, një ndjesi, vështirësi në frymëmarrje. Por ama është e para që mund të sugjeroj, pasi edhe maskat kirurgjikale ato të thjeshta të fare me elastik që vendosin pas veshit, bëjnë një filtrim të ajrit rreth 80% të grimcave të mëdha. Ndërsa maskat specifike që po t'i kujtojmë nga koha e Covidit me FFP2, FFP3 bëjnë një filtrim të ajrit shumë të mirë, deri në 90-95%, edhe të këtyre grimcave të vogla që janë më të dëmshme që i përmendëm për rrugët respiratore. Jemi në trafik me makinë, është mirë të rekomandohet të mbajmë dritarin mbyllur për shkak të gazrave që janë jashtë nga makinat e tjera. Do të thoja që më mirë ta mbanim të mbyllur dhe atë ajrin e kondicionuar që ne mbajmë është ta bëjmë në klimate, domethënë vetëm një ajër që qarkullon brenda makinës. Por sa mund të themi, sa mund ta themi dhe këtë. Në shtëpi do thoja që të mbajmë më shumë lule, në mënyrë që të rritet niveli oksigjenit të paktën në ambientin e brendshëm dhe të mbajmë edhe filtrues ajrit të brendshëm për purifikim sa më të mirë të grimcave të ajrit. Por këto janë gjëra që kontribuojnë pozitivisht në aq sa pacientët dhe personat ose vetë dhe ne të kontribuojmë në jetën në pastrimin e ajrit ton të përditshëm. Për pjesën tjetër, pastaj të sëmundjeve kronike për pacientët që kanë sëmundje kronike dhe sidomos në mosha të mëdha mbi 60 vjeç, që s'është vetëm me një sëmundje të mushkërive, kanë insuficiencë kardiake, mund të kenë diabet mellitus dhe shumë sëmundje të tjera, ndotja e ajrit ndikon në mënyrë të drejtë për drejtë, si në rritjen e dioksidit të karbonit, e cila shoqërohet tek këto pacient me një dyspne, me vështirësi më të rënduar të frymarrjes, me riakutizime të sëmundjeve, me infekcione të përsëritura, sepse dhe imuniteti i tyre është më i ulur. Kështu që ndikon në mënyrë të drejtë për drejtë tek këto persona. Nëse shpeshherë një herë në javë ose sipas mundësive largohemi, shkojmë në mal apo në një zonë më të pastër, e kemi shlyer atë gjithë mëkatin e javës? Nuk di të ajrit që kemi fisur? Na ndihmon pozitivisht, por nuk mendoj që e kemi shlyer të gjithë për gjithë javën. Ato që bëjnë shpesh këto largimet, shkojnë në mal apo zgjidhin zonat që janë më të pastra? Duhet të ndjekim atë zinxhirin, çfarë marrim pasojë të mirë dhe të keqe nga kjo gjë. Të bësh një hiking, do të thotë që të dalësh jashtë Tiranës, të kesh ajër më të pastër. Do të thotë të bësh aktivitet fizik, të kesh një fizik më të pastër, më të fortë dhe një stres oksidativ më të ulët të trupit. Mushkrit të funksionojnë më mirë dhe të kesh një funksion pulmonar më të mirë. Shpeshherë bëjmë spirometri tek pacientët për të parë sa është funksioni i mushkrive. Dhe pacientët që kanë këtë lloj jetese, patjetër që e kanë më të lartë ose të le të themi në vlera normale. Që kjo reflektohet pastaj ndikon për keqjet e sëmundjes. Kjo reflektohet e gjitha bash zinxhiri pozitiv. Si e kuptojmë? Kemi disa simptoma që për shkak të ajrit nuk po bëjmë gjumë të mirë ose kemi vështirësira të tjera. Çfarë shenjash kuptojmë? Një ndër parametrat e ndotjes së ajrit ishte edhe dioksidi i azotit dhe ozonit, të cilat ndikojnë në mënyrë të drejtë për drejtë tek gjumi. Gjumi ndahet në disa faza. Faza e lehtë në 1, 2, 2, në 3 dhe faza REM, që është gjumi i thellë, aty ku relaksohet i gjithë trupi dhe le të themi qetësohet edhe truri për të rifilluar një startup të nesër në mëngjes. Dhe kjo gjë ndikon në mënyrë të drejtë për drejtë tek ulja e fazave të gjumit, të zgjimet të përsëritura gjatë natës dhe në mëngjes ti ndihesh edhe më i lodhur. Duke filluar ditën në gjendje më të lodhur, përsëri dhe dita do të vazhdojë jo aktive, jo pozitive dhe jo në gjendje si një restart i pastër. Edhe dritaret nuk mund t'i hapim për shembull në mesditë për shembull, ku ajri është më i ndotur.
o do të hapim për të ajrosur shtëpia herët në mëngjes, o vonë në mbrëmje, për t'i bërë një kalkulim ose një qarkullim më të mirë të sipas një studimi që pash, AQI, që ishte indeksi i matjes së kualitetit të ajrit, ishte i ndryshëm gjatë ditës. Do të thotë, mbas dite, kur dalim të gjithë nga puna, rreth orës 3:30 deri në orën 6 që jemi në fluksin e trafikut, të gjithë janë në lëvizje, ajri është më i ndotur. Dhe supozoj që gjatë kësaj kohë nuk duhet të dalës, ose të paktën në shtëpi ti mbash dritaret e mbyllura. Kemi parë dhe njerëz që bëjnë vrap në ato orë, në këto zonat e ndotura, ku mendohet që gjatë vrapit ne thithim më shumë ajër. Prandaj them që ne mund të rregullojmë ato që ne si persona kemi në dorë për të rregulluar, sepse pjesën tjetër. Vetë Besmir, si kujdesesh për ajrin që thith? Unë ta marrë nga ana sportive që më mira gjë që thash të dalin të paktën nga liçeni. Ajo që unë këshilloj edhe mbas statistikave që shikojmë doti është mbas orës 8 deri para orës 7 të mëngjesit. Tani që nëse nuk ke mundësi të dalësh mëngjes, mund të dalësh në darkë, thjesht nga liçeni, edhe për trupin bë mirë, po edhe për një ajrosje. Kurse sa për ajrosjen e shtëpisë, edhe ky orar është më i miri, sepse këtu bien të gjithë normat. Këtu gati në darkë kapen normat. Edhe normalisht është akoma edhe më e mirë. Nuk mund të hapësh dritare në ditën, futesh gjithë pislëkun brenda dhe me atë pislëk ti të rish gjithkohën. Ose duhet të kesh, si sa doktoresha, një filtrues në shtëpi që e pastron vetë shtëpinë, ose do të bëjmë një ajrosje natyrale, edhe unë që këshilloj është të paktën para se të flesh, të hapësh 2-3 minuta për një ajrosje, sepse edhe vetë ne nxjerrim dioksidin e karbonit, duke thithë oksigjenit, sado ne ta kemi shpinë të madhe, ajo prapë ka nevojë për një riciklim vetvetiu. Dhe këto, para se të flesh paktën 2 minuta, një hapje të vogël që të heqim përqindjen më të madhe edhe ta kemi sa më të ajrosur që edhe gjatë natës mos kemi probleme në frymarrje edhe të kemi një gjumë më të rehatshëm. Por në problemet që janë të ndotis, do të themi edhe që përveç se arit kemi ujin, kemi dhe të tjerat, e rëndësishme është që ne të fillojmë ta parandalojmë, sepse automatikisht është një zinxhir ushqimor që në vete edhe të pjesët e ushqimeve që ne marrim në tregun tonë, dhe normalisht edhe ato pavarësisht gjithë pesticidet që mund të jenë edhe gjithkohën për të rritur, por edhe ajri ndikon, sepse normalisht këto mikrot vënë në bimët ne i marrim gjatë të toksikuara dhe automatikisht ne i fusim në trup. Prandaj po them që sot faza kritike është shumë e rëndë, por faza më kritike është që ne nuk po parandalojmë. Po marrim masa, unë do thosha do të marr masa drastike. Masa njerëzit drastike i duket fjalë e rëndë, po për mua është fjala më e lehtë në këtë gjendje që jemi sot. Po të shikojmë në anën mjekësore, edhe doktoresha, që në 20 vitet e fundit apo 10 vitet e fundit do të shikojmë një rritje shumë të shpejtë të njerëzve me sëmundje kancerogjene. Dhe zonat që janë me këtë sëmundje janë qytetet e mëdha. Përse? Sepse kemi ndotje më të madhe. Kur ne thithim një ajër të ndotur që ka gjithë grimca dhe element toksik, normalisht që nuk do nëtojnë vetëm mushkërit. Ato futen në sistemin ato futen në gjithë sistemin e qarkullimit. Po futen në gjithë sistemin, pastaj varet se reagon dhe sistemi imunitar i trupit. Sepse ajo do godasit pjesën më të dobët të trupit, do godasit pjesën më të fortë. Dhe unë po them vetëm sëmundje kancerogjene në Shqipëri janë të frikshme, arritur në mënyrë në të gjithë botën, në të gjithë Europën, domethënë, sidomos në vendet e varfra, sepse ka dhe një diferencë Europa perëndimore, Europa lindore. Europa lindore është më ndotur sigurisht, popujt janë më të varfër dhe sëmundjet, qofshin këto kancerogjene, por edhe sëmundjet kronike, janë në numër më të lartë. Kështu që numri i pacientëve me kancer të mushkërive, por edhe të kancerve në organet e tjera, është në rritje. Po, sepse është ka humbur kontakti me natyrën. Po të bësh një krahasim me njerëzit që jetojnë në fshat apo njerëzit që janë në kontakt me natyrën, me punën, janë më pak të predispozuar për të pësuar një kancer apo për të sëmurur nga sëmundje të ndryshme që i shkaktohen një individi që jeton dhe ka jetuar gjithë jetën në këtë ajrin e ndotur, sidomos në kryeqytet, duke qenë se këtu është numri i popullsisë më i madh. I përmendim dhe një zonat më problematike, por nuk marrim dot një masë, sërish thjesht për të ditur dhe për kuriozitetin e shikuesve tanë. 21-shi, Astiri, materniteti, qytet studenti, ke Alidemi që janë pikat më të nxehta në Tiranë. Ke edhe pika tjera, por ajo që për shkak të ndërtimeve janë për shkak të ndërtimeve dhe për shkak të mi vendosjes së trafikut. Edhe të popullatës që sapo vjen e përshtohet në shumë në këto pika. Por ajo që është më frikshme është sepse këtu
por shtohen betonizimi dhe por rafshohet pyet, apo gjilbërimi. Dhe nëse ne nuk parandulojmë të pak të këtë gjë, dhe të shikojmë që mos të bëjmë vetëm në zonat brenda Tiranës, por pse mos të hapim me diku jashtë, me një plan strategjik kombëtar, do thosha, sepse Tirana është gati kombëtar për mua, sepse disa ke ka fshi 2/3 e popullsisë këtu, çfarë do më të presh, nuk kemi një plan. Kjo është katastrofe për një vend si jonë. Domethënë, një kryeqytet që pretendon të hyjë në Bashkimin Evropian dhe nuk ka një plan të mirëfillt, që të fillojmë që nga kjo gjë, është katastrofë. Nuk ka studime akoma. Se mi këto që i kemi këto shifra, por çfarë do bëhet më pas? Nëse vim përsëri në studio vitin tjetër apo për 2 vite, ku do shkojmë? Do vemi më keq vitin tjetër. Kështu që jemi këtu. Sepse vetëm shtohen dhe makinat edhe ndërtesat. Institucionet të ndëgjësojnë edhe për veten e tyre, jo vetëm për qytetarët, sepse në fundja të gjithë në Tiranë jetojnë. Një ajër thithim të gjithë. Ai nuk do të ja di se kush është, Besmira apo një tjetër. Absolutisht, dhe çfarë statusi ke. Shumë faleminderit për statistikat, për bisedën dhe për thirrjen sensibilizuese për ata që na dëgjuan. Faleminderit. Ditë të mbar. Ishim me doktoresh Kledet dhe me Besmirin si ambientalist për të trajtuar dhe për të analizuar këto shifra të fundit të ndotjes së ajrit në Tiranë. Kalofshi bukur ditën e sotme, shihemi nesër në Rezën tonë.